Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë tjetër, e cila është tavë me patlıgjane, djath parmigiano e djath bebe. Është një tavë super e thjeshtë për të përgatitur. Vemi tek këndi gatimit për të filluar përgatitjen e tavës. I kemi marrë patlıgjanët, sasia varet nga madhësia e tavës që ju do dëshironi të bëni, i pastrojmë në këtë mënyrë dhe tani do t'i presim një pjesë të lëkurës në formë ripi, kështu si po veproj unë. Kështu do t'i presim të gjitha patlıgjanet. E kemi përfunduar edhe prerjen e lëkurës në këtë mënyrë dhe tani do fillojmë t'i presim në feta. E ndajmë patlıgjanen në 2 pjesë dhe duke prerë në feta. Trashësia e fetës nuk duhet të jetë e hollë, sepse patlıgjanet kur piqen nuk ka atë madhësi pra. Kështu që e kemi përfunduar dhe prerjen e patlıgjaneve në fetave. Tani do t'i rreshtojmë në tavë për t'i pjekur. Ju dhe mund t'i skuqni, unë nuk preferoj t'i skuq, gjithmonë preferoj t'i pjek gjërat në furrë. I kemi rreshtuar në tavë dhe tani do t'i vendosim vajin sipër. Do t'i fusim në furrë dhe do t'i pjekim temperaturën 180 gradë për 5 deri në 10 minuta. Ja ku e kemi përfunduar edhe pjekjen, shifeni si ka rënë niveli i patlıgjaneve, tani do fillojmë të shtrojmë. Do vendosim një pjesë të mbushjes, të cilën unë e kam bërë me një spec të kuq, specie shill, patlıgjane dhe domate. I kisha në shtëpi dhe thash në vend të ragus që bëhet me mish, thash po e bëj me perime të gjithë. E kemi shtruar në këtë formë, kemi shtruar edhe djathin parmigiano, djathin e bebes, që ju mund ta zvendësoni edhe me djath pice apo djath mozzarella, si do dëshironi. I vendosim patlıgjanet dhe i shtrojmë në këtë mënyrë dhe vendosim pjesën tjetër të mbushjes, të cilën e kam bërë me perime, jo me ragu, jo me mish. E kemi vendosur 2 pjesë të kësaj gjëlle dhe tani do vendosim djathin parmigiano dhe djathin e bebes, siç e thash më përpara, mund ta zvendësoni me çdo lloj djathi, me djath mozzarella, me djath pice, çfarë të dëshironi. E kemi vendosur djathin e bebes dhe djathin parmigiano, tani do të vendosim shtresën tjetër të patlıgjaneve. Mbi shtresën e patlıgjaneve tani do të vendosim salcën e domates. Unë e kam përgatitur vetë, kështu që është edhe lehtë, di se çfarë cilësi e ka, kështu që tava do të dalë në mënyrë perfekte. I kemi rreshtuar dhe llojet e djatrave dhe tani do të vendosim shtresën tjetër të patlıgjaneve që na ka ngelur në tavë. E vendosim dhe salcën përsëri, 2 shtresa e kam vendosur gjallë nga e mbushja me perime dhe 2 shtresa të tjera mbi patlıgjane kam vendosur salcën e domates. I vendosim dhe djathin parmigiano dhe do e fusim në furrë ku do e pjekim me temperaturën 180 gradë dhe këtë për 5 deri në 10 minuta, sepse pothuajse ajo është gati, sa të marrë atë valën e zgjedhjes parë dhe kemi gati. Ja ku e kemi tavën, tava na është pjekur në mënyrë perfekte, ka çuar një aromë shumë të mirë dhe tani ta shohim e vendosim në pjatancën ku dhe do e servirim. Ne ka dalë super. Ju bëf të mirë. Miru takofshim në videot e radhës dhe faleminderit shumë që më ndiqni. Do dëshiroja shumë që të më linit një koment në fund të videos.